Rikthimi surprizi i Xheneta Fetaut në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova nuk ka shërbyer vetëm për dinamika loje, por edhe për një rrëfim të ndjer personal. Gjatë qëndrimit të saj 24 orësh, ajo ka folur hapur për herë të parë lidhur me ndjenjat e saj për Gjestin. Edhe pse pa ja përmendur emrin direkt, referenca ishte e qartë. Xheneta pranoi se brenda shtëpisë nuk ishte e vetëdijshme për atë që ndjente, por realiteti e goditi sapo doli jashtë. Mundem me thënë 100% ndoshta kam pasur lloj ndjenja për të pavedien time. E kam kuptuar kur mua më dhëmbi, kur e kam parë me dikë tjetër, rrëfeu ajo para banorëve. Sipas saj, ai moment xhelozie ishte çelësi që e bëri të kuptonte të vërtetën. Aty e kam vrejtur që ka diçka që mua më ndjen. Ky deklarim hedh dritë të re mbi raportin e tyre të tensionuar dhe shumë të komentuar të edicionit të kaluar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.